ngriuni, luftoni për vendin tuaj. 10 shkurti po afron. Por po afron dhe 19 shkurt. Trump, sipas medias amerikane, dje CNN, Bloomberg, New York Times, thuajse të gjitha mediat serioze, kanë thënë që administrata synon që të realizojë mbledhjen e parë të bordit paqes. Ka disa paqartësi, sepse disa media thonë që do të jetë bordi paqes dhe bordi ekzekutiv për të mbledhur, për të ngritur fonde, fundraising. Pra, pjesëmarrësit do të sjellin miliona, miliarda dollar dhe nga administrata është premtuar që do të flitet vetëm për gazën. Të premten darkë janë dërguar ftesat dhe sipas New York Times janë dërguar 26 vendeve. I vetmi që ka dalë me deklarat që ka marrë ftesën është autokrati i Hungarisë Viktor Orban, i cili ka shumë probleme, mund dhe të humbas në zgjedhjet e radhës. Por është një person që ka aleancë me Trump dhe mbështetje nga dy anët. Problematik për Orbanin është se është pro-rusis kundra Ukrainës, aq më tepër një hungares që të jetë pro-rusis është diçka që nuk shkon. Në qoftë se lideri global do të kishte marrë ftesën, do të kalonte në ekstaz si në 16 janar, kur mori ftesën për të qenë ajo ftesa me fotokopje pjesë e bordit paqes. Dikush mund të thotë që Rama nuk nxiton që të nxjerrë ftesën, se ka frikë se do të tallen me të si në rastin e Davosit. Në të dyja variantet duket e humbur. Jemi tek prova e vërtetës. Në qoftë se administrata, pra në qoftë se ata që nuk duan Ramën dhe janë pranë Trump, nuk do të aftojnë në 19 shkurt, game over. Në qoftë se do të shkojë si bufon që dhe lëpirës, do të filloj me batuta grandioze për Trump dhe kjo do të jepte më shumë oksigjen. Përse është zgjedhur në 19 shkurti? Administrata këtu gabon sepse, si thot media amerikane, përkon me nisjen e muajit të Ramazanit si themi në Shqip, dhe ata xhep fryret me dollar nga vendet arabe mund mos vinë. Erdoğani as nuk diskutohet që nuk do të vijë, por mund të dërgoj ministrin e jashtëm, siç ndodhi në rastin e Davos. Duket që kriminali Netanyahu e ka me gjysmë zemre që të jetë në takim me vende si Turqia, si Katari dhe me vendet arabe që nuk e duan. Por vizita e tij në Shtëpinë e Bardhë fillon në 18 shkurt. Pra, ai është i detyruar dhe teknikisht duhet të shkojë në takim. Këtë ratë nuk është si në Davos që nëzori justifikimin që më arrestojnë. Në Amerikë nuk arreston kush. Problemi është që bordi i paqes i zotit Trump, me ato vende që kanë firmosur, nuk duken vende të seris A. Unë ja kam thënë Vietnami, Maroku, Pakistani, Azerbajxhani, Uzbekistani, Bullgaria, Argentina, Paraguay. Këta kanë qenë firmosësit në Davos. Në Davos, Ramës ja hoqën emrin dhe u zënësua me një zonjë festnike si presidentja e Kosovës. Natyrisht që protokolli është protokoll. Mund të ftojnë Begaj, por dhe mund mos e ftojnë Shqipërinë, sepse çfarë fondesh do të dhuronte një vendi varfër si Shqipëria. Trump ka nevojë për miliardat e vendeve arabe. Në monologjet e tij idioteske, shefi lindave ka filluar të tregojë që është i friguar dhe sulme pa logjik ndaj gjykatës kushtetuese. Natyrisht që unë atë gjykat do ta kisha shkrirë me kohë, sepse dihet që kushtetutën tonë kanë bërë likurxhe si Greqisë. Do të ishte më mirë të kishim gjykatën e lartë dhe gjykatë kasacione dhe kjo. Nuk bëhet gjykata me emra pa personalitete, por dhe këtu në gjykatën supreme disa emrime janë në nivel. Por kur flet gjykata supreme, nuk ka shans. Dhe Rama, kur thot që mund të pezullojnë presidentin,
frikën e ka të vetja. Gjykata Supreme në Amerikë është e gjithë pushtetshme. Dhe të gjithë urdhrat e ekzekutivit të zotit Trump, nëse kalojnë gjykatën Supreme, it's done. Natyrisht që ka një precedent kur Roosevelti doli kundër saj. Por Rama nuk është Roosevelt. Sistemi i drejtësisë është ai që është në Shqipëri. Nuk ka se si tjetë qelibar i kristalt në një vend që është zhytur në korrupsion në çdo qelisë të tij. Natyrisht që reformat janë kryer nga ndërkombëtarët, por kjo nuk garanton se çdo gjë është e përsosur. Por një precedent duan apo s'duan ata në Shqipëri krijohet. Pra, mund të pezullohet Rama. Përse është aq i friksuar Rama dhe Ballukun? Fillimisht, SPAK rodhi nga përgjimet dhe ne mësuam palloshin, fjalët ofenduese nga Lubia. Rama e di që përgjimet pa diskutim kanë shumë herë më tepër. Dhe nuk ka se si shpëton, sepse në të dy variantet do të fillojnë rrjedhjet përsëri nga SPAK, por dhe Lubia do të fillojë rrjedhjet e saj. Lubi nuk e mbron dot. Aq më tepër, ai parlament që votoi me 140 vota SPAK-un dikur, mbas trysnisë amerikane, mund të ketë përsëri trysni dhe Rama mund të turpërohet kur ta votojnë kundër deputetët e tij. Sepse një klan i Fatmir Xhafës Ramën e urren. Kjo do të ishte një pasojë, një rrjedhojë pozitive për Shqipërinë. E kanë thritur në Bruksel, ëndra e tij që do të ishte ai Skënderbeu që do të fuste Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ka filluar të kthehet në bumerang dhe për mendimin tim është qasja e tij servili ndaj bordit të paqes zotit Trump, por që nuk është pranuar nga fuqitë e mëdha europiane. Dihet që Rama mbështetjen e ka pasur në Macron, në BE, dhe blerjen e heshtës me fëmijët vastuar Trump dhe mbështetjen pa kufi të klanit Soros. Ndaj Sorosit ja thash dhe dje, hetimet janë thella si grup i strukturuar kriminal. Problemi është që Amerika ka problemet e saj. Trump po shkon drejt 80 vjeçar dhe sipas medias këtu po tregon shenja të plakjes, nuk po qëndron dot në konferencat e shtypit sepse fillon të dremisë në zyrë, nuk po del të luaj golf si dilte, pra fizikisht Trump vuan. Por problemi i Trump është shfaqja në shumicë e karakterit narcisist. E fundit fare është që ka bllokuar një projekt për 16 miliard dollar për një tunel për metron nga New York, Manhattan në New Jersey. Kërkesa e tij ka qenë e turpshme, ka kërkuar që Penn Station, stacioni i trenave, të marrë emrin Donald Trump dhe aeroporti në Maryland, aeroporti kryesor i Washingtonit, Dallas Airport, të marrë emrin e tij. Madje ai ka thënë që kjo është propozuar nga Chuck Schumer, i cili e hodhi poshtë. Video e postuar tek llogaria e tij në mediat sociale, duke nxjerrë presidentin Obama dhe gruan e tij si apes, krijoi problem të madh dhe trysnia e republikanëve e detyroi që ta hiqte atë postim, por nuk kërkoi falje. Takimi i bordit të paqes, që unë e quaj bordi turpit, do të bëhet tek ish instituti i paqes, të cilët Trump i ka pushuar të gjithë, ka qenë një think tank me vlera intelektuale, dhe godina ka marrë emrin Instituti Donald Trump. Kërkon që të ngrej një hark të madh fitore, mbase më të madh se arku fitore së Napoleonit, dhe aty të jetë emri i tij. Pra kërkon që të lërë gjurmë, por në përgjithësi nuk veprohet kështu në Amerikë. Asnjë president kur është gjallë nuk ka as statuja, as godina në emër të tij, apo siç ka ndodhur deri në
Mar-a-Lago, ku një bulevardi kanë vënë emrin bulevardi Donald Trump. Pra, ata që e rrethojnë kanë gjetur Chelsea se si të fitojnë mbështetje tek Trump, duke qenë në pozita filthy, jo thjesht besueshmërie. Megjithatë, Trump kontrollon magën dhe po kryen, po zbaton ato që ka premtuar në fushat. Nuk mund të realizohen për një vit. Dihet që reagimi i Deep State do të ishte masiv. Nuk do ta kishte të lehtë. Nuk mundet. Kam parasysh këtu një emër të madh të majtës amerikane, JFK Kennedy, i cili në fjalimin e parë kur fitoi si president, i cili fitoi vetëm me 112.000 vota me Nixonin dhe më pak se 1%. Madje ka pandema që John Carney, mafiozi Chicago, se ndihmoi, tha që programi im nuk përfundon me 100 ditë. Nuk përfundon as me 1000 ditë. Mbase do duhet një jetë e tërë që të realizohen idetë e mia. Dhe Kennedy erdhi me një plan të madh për ligjin e të drejtave civile. Mbas atentatit, askush nuk besonte që një president nga jugu, të cilin amerikanët nuk e donin, e urrenin si Johnson, do të arrinte që të kalonte ligjin në Kongres dhe në Senat për të drejtat civile. Të jepte të drejta afrikan-amerikanëve, të konsideronte të barabartë, dhe ishte Johnson që ka ngritur programet më të mëdha sociale, Medicaid, Medicare and Head Start për fëmijët. Por qasja e tij me Vietnamin e bëri që në 68 është i vetmi nga presidentët që tha unë nuk do të garoj për të rizgjedhur. Nuk kishte ide Johnson si Kennedy, po ishte personi që kishte forcën për të zbatuar idetë e mëdha të Kennedy. Trump, jo kam thënë disa herë, kontrollohet nga projekti 2025 që është projekt konservator dhe është shans i madh që amerikanët votuan, edhe pse ka problemet mëdha narcisiste, për shumë gjëra unë jam dakord, një figurë si Trump që po shpëton kombin amerikan. Transgjinor, gay, DA, woke, dhe po shkund rendin botror. Nuk mund të Amerika të vazhdonte me këtë rend ku deficiti tregtar është $1 trilion. 300 miliard me Kinën, 200 miliard me BE, rreth 60 me Kanadan, 150 me Meksikën. Trump vendos reciprocitet dhe ka shumë drejt. Duket që nuk ka shumë besim tek NATO, dhe nëse tha herën e parë që NATO si ka kaluar koha, duket edhe aty dhe ai orientim që duhet paguash 5% të GDP-s shpenzimet ushtarake, duket një hendek që nuk e ka përcen dot Evropa. Për çastin. Është barë rënd. Dhe ky prag 5% është më tepër se të dalësh nga NATO. Tek bordi i paqes, ja thash dhe dje, ambasadori amerikan në Izrael, Huckabee, tha që Trump e shikon si një pozicion në baz vitit 2028, që OKB-ja me heqjen e fondeve amerikane, thuaj se dështon kjo dihet, por që të ngresh një organ paralel me OKB-n, të mos përfillësh vetot e Kinës e të Rusisë, është shumë pozitive, por që të vendosësh një mbret, siç është Trump, me forcë pa kufi, madje i ka drejt që të vendosë këtë doj pasues ti. Dhe media might mother John, sot do të kemi Ivankën, or hail to Barron. Kjo është ajo që nuk shkon. Dhe mbi të gjitha, ai ka fuqi të madhe tek fondet që do të vinë, tek ky bord, që ai e quhen bordi i paqes. Dhe nuk ka mbajtje përgjegjësie dhe dhënie llogarie nga fondet që do të vinë. Është provizor antarësimi 3 vjeçar. Dhe kush kërkon një vend të përhershëm, permanent, duhet të kontribuoj $1 miliard. Vendet arabe i kanë. Dhe këto fonde do të kontrollohen vetëm nga Trump. Ndaj drejtuesit e Evropës u distancua pjepër i Italisë, Mitsotakis i Greqisë, pranoi Erdogan, e uli nivelin e përfaqësimit, do të shkojë me një këmbë dhe Netanyahu,
Jam kurioz, do të jetë Lukashenko, sepse ftesa i shkoi që herën e parë. Blerja dhe dhënia favoreve, dhe ka shumë gjase që të këtë dhënë dhe Karaburunin, është diçka që duhet hetuar nga SPAK. Ja kam sugjeruar SPAK, heto aktivitetin partjak Manhattan të kryeministit Rama me sponsorizime nga 200.000 deri në $250.000. E mbaj mend atë datë se është data që donin të vrisnin presidentin Trump. Shërbimi sekret, Secret Service, kishte 20 roje për Ramën atë ditë dhe vetëm 6 për presidentin që ishte duke vrarë. Rama gëzon dhe mbështetin e administratës Biden. Biden nuk e prit, nuk e pa, nuk donte të takonte. Ideja që Rama mund bjerë prej një polici si McGonigal, politikisht e dëmton shumë, por në qoftë se dalin prova me lidhje me oligarkët rusë, përmes Duchkës dhe McGonigal, Rama do të paguaj. Do të paguaj tek SPAK-u shqiptar sepse dosja ka përfunduar atje. One reason the Russians have not felt any obligation to sit down and negotiate. Why negotiate when you're winning all your points directly with Donald Trump? So Putin has a stake in not irritating Trump, not losing some of what he's already got. Europa ka reaguar duke thënë që si ka mundësi që një vend me 500 milion t'i kërkojnë ndihmë për të mbrojtur nga një vend me 300 milion për të luftuar ndaj një vendi me 140 milion. Europianët duhet ta kuptojnë që gabojnë nëse duan ta ndajnë kontinentin nga superfuqia e vet në Amerika. Sepse mbas luftës së dytë botërore, Europa jo vetëm u shpëtua nga amerikanët, por çdo gjë u rindërtua nga ata. Plani Marshall, strukturat politike, sociale, NGO, e gjitha nga Amerika. Miliarda, mbase triliona dollar. 80 vjet që Europa ka përfituar nga mbrojtja bërthamore, nga mbrojtja amerikane. Janë 750 baza ushtarake amerikane në përvot. Në vend dytë është Britania, ka rreth 100 baza ushtarake. Kina ka një në Djibouti, mund 2-3. Pra, janë amerikanët, me një kosto të madhe, buxhetit tyre të mbrojtjes, nuk pa them të luftës, ndërkohë që euromjarët nuk kanë mbajtur premtimin që në 2014 për të patur 2% të GDP-s shpenzime ushtarake. Befas kërkojnë të dalin si forcë, por BE-ja nuk ka as forcë diplomatike, as forcë ushtarake. Nuk mund të kthehet në një rival ndaj Amerikës, sepse janë ndasitë e mëdha, nacionalizmi frank, anglez, gjerman, për të mos i dhënë mundësi një lideri për të bashkuar gjithë Europën. Kur është krijuar fillimisht, GDP-ja ka qenë e barabartë. Tani nuk është asnjë e treta, dhe Trump ka drejt kur thotë që BE-ja janë nga më të këqijtë që përfitojnë nga ne, me tarifa, dhe Trump kërkon të jetë reciprok. Për shembull, kanadezët vendosin tarifa 300% për të mbrojtur produktet e tyre, qumshtin, mishin. Nuk ka asnjë bankë amerikane në Kanada. Makinat amerikane prodhohen në Kanada, pse të mos prodhohen këtu? Të njëjtën gjë bën Meksika. Meksika abuzon në mënyrë të tmerrshme. Meksika në kohën e Trumpit e kishte suficitin tregtar 20 miliard, 30 miliard dollar. E dini sa ka sot? 175 miliard dollar. Hyn fentanil pa hesab. Vetëm nga fentanili, nga shitjet e tyre fiton rreth 20 miliard dollar. Vdesin 100.000-150.000 amerikanë. Por emitencat janë rreth 40 milion meksikanë thuhet, unë nuk e besoj, por
fakti që Meksika ka 50 konsolata këtu tregon që ka shumë. Ata dërgojnë remitenca në mënyrë në dorë, pra nuk paguajnë takse 60 miliard tjera. Por paratë që marrin meksikanët këtu një pjesë madhe marrin nga ndihma sociale, nga shëndetësia fare, pra cash në dëm të Amerikës dhe shkon dhe prapë nuk janë shtet miqësor. Në qoftë se Trump vazhdon tarifet për 2 muaj qeveria atje bie. I ka cilësuar grupe terroriste, kartelet, ka shumë drejt, sepse Meksika nuk është vend miqësor. Me Kanadan, natyrisht që mentalitet, në botë kuptim, civilizim, janë vende mik, nuk janë armiq, por ata kanë këtë disbalancën tregtare shumë të madhe në dëm të Amerikës dhe Trump ka drejt që unë ju subvencionoj ju duke ju dhënë 200 miliard dollar në vit, duke ju mbrojtjen bërthamore, dhe ju nuk shpenzoni as 1.2% shpenzime ushtarake. Jo. Reciproka, ideja që thot do të jesh shteti 51, Trump e ka më shumë si deklaratë bombastike, por është serioz me Groenlandë, është serioz me Panama. Nga e nxjerr këtë. James Polk është presidenti 11 amerikan. James Polk njihet si presidenti që e ka zgjeruar më shumë me territorin Amerikë. Trump mban pikturën e Reaganit në zyrën ovale. Reagan ka qenë kundër tarifave. Nixon ka qenë me tarifet. I ka kërkuar spikerit Kongresit Johnson të t'jap një pikturë të Thomas Jeffersonit nga shtëpia e Bardh me jep të një të James Polk. Dhe piktura e tij ka ardhur në zyrën federale. Pra, dhe duke e thënë që do të marrë Groenlandën në një takim ku ngjitur me të është sekretari i NATO-s, është serioz. A ka drejt ka? Sepse Groenlandën Amerika e ka patbler edhe me transakcione në kohën kur bleu Alaskën. Ishte një gabim, një injorim i Senatit që nuk e ratifikoi. Duhet i mbajmë jashtë kinezët dhe rusët. Groenlanda është më afër Amerikës se sa afër Danimarkës. Greenland, we want to keep the Chinese and the Russians më afër Washingtonit se sa Copenhagen. Amerikanët donin ta vinin në vitin 1867, atë vit që ne blem Alaskën, në Rusisë, atje ja blem Groenlandën. Groenlandën ja blem nga Danimarka, por Senati nuk e ratifikoi të traktat të Berlin. Por kur ka qenë lufta e dytë botërore, Groenlanda është lutur presidentit Roosevelt. Eja na pushto të na shpëtosh nga nazizmi. Dhe kjo ka ndodhur. Maricët kanë luftuar, i kanë mbrojtur nga nazizmi dhe është një bazë amerikane në Groenland. Në luftën e dytë botërore, Roosevelt i dërgoi maricat në Groenland për të mbrojtur varganin e anijeve ushtarake në Atlantikun Verior. Askush nuk duhet ta nënvlerësojë se sa rëndësi ka Groenlanda. Do të jemi lumtur që ta kemi sovranitet të plotë ndaj Groenlandës. Nuk është e mundur, por ka rrugë të tjera që të rrisim sigurinë. Ku do në Shqipëri?